Prit jashtëzakonisht mirë, kam shumë pak komente negative, dhe ato e dim nga vinë. është një shtet, dy shtetën, është ka njëherë Serbia ma shumë, të pa edhe Greqia. Grek nuk e di pse, ja ka njësë me komentu pak vedot, po ma shumë ona e Serbëve, po për shqiptarë edhe për tuje, për danez, për gjerman, për amerikan, ka qenë shumë pozitive dhe komentet janë shumë pozitive, dhe po marrë edhe komente prej njësë që për një me kur s'ka një për Kosovën, edhe e shojnë një vedo, ose veç një real të thjesht, diçka për Prishtinën, ose për Prizrenin, ose për Pejen, tu i tregu bukurin që i kena, edhe e pritin shumë mirë, edhe vinë edhe vizitojnë venin, po kam edhe shumë turista që mi gjojnë të një vedo se që tu dorin ma shpesh në ashta, edhe unë bojnë shumë pyetje ku më shku qa me bo. Jëmë të shkujtë edhe shumë për heroinat, për Shote Kalicën, për Nora Kelmendit, edhe të gjithat, që kjo më ka marrë shumë ko, edhe me gjithë burime, edhe ma shumë për ta. Do janë edhe histora ma jo... do janë edhe ma figurina kështu mitologjike, sësa të vërteta, Shote Kalicën e dina që... Të thëna kështu, qysh ne ndoshta gojdhona që i thomi të ndryshe. Po, Nora në Kelmendit nashta i kera do sene që janë sakta po ka jetu, po nashta nuk ka ndodhë senet bashkë ashtu, edhe Tringa Smojli e kri qëtë figurinat, po për Shote Kalicën nuk kanë shumë alet me gjithë këtu burime. Edhe këmë bua dhe vedo për këtu figura, po ta shte në libër është edhe pak ma shumë vynë. Normal, edhe kërkën shumë ma shumë dështë precizitet, edhe më mundu mos me gabu, edhe gjithë shka tjetër, sepse është një libër që pasaj të mbet, ashtu. Edhe është ndështë një libër që gjdo herë e përfatson Arianën ku do që është. Pa tjetër. Ishtë të e përmanë që ndështë ka me pas librin një ndikem edhe në diasporë. Ndështë kjo ka qenë edhe qëllimi jëtë, sepse ti ke qenë vetë atje edhe edhe në qysh, edhe sa është të nevojshme me pas histori që me ledzu, ata që ndështë kanë malë dhe janë jashtë Kosovës. Po, pa tjetër. Po më nëna me mujtë më identifikua edhe shqiptarët në diasporë që jetojnë me libren, edhe me historinë tone, edhe pra e ka zajë shumë rukëtimin tim, edhe që shumë këthy këto, edhe pse këmë bo që të vendim, që besoj që ka shumë që mëjnë më identifiku me të, edhe në Kosovë që jetojnë, jo veç diaspora, po edhe këmë pas shef me shkrujt dhe shka që njëj si kur vedot e ki shumë ma let me kuptu historinë tone, edhe është pak ma interesant me ledzu në qatë mënyrë, edhe jo shumë e ronë si me ledzu një liber historike ka 200-300 faqe, po ma shumë janë veç do historia që tu e përjetuone e kalëzoj edhe, që që këmë mësuone, du me mësu edhe ledzusit. Po besoj që ka me qenë shumë ma e thjesht edhe ma e kapshme për krejt ata që e ledzojnë këtë formë, do të thëtë në njërë tregimi edhe në njërë kur e ndonë eksperiencën të ndër shumë ma letë që dhe ata me kuptu. A ka qenë kjo gjithmonë jo ndër e joti, Ariana, nëse këthejmë në familji tonë edhe në ato që të pyta dhe në fillim se kush është Ariana, kanë qenë gjdo herë kështu andrat e tua, apo kanë ndryshu në proces gjatë rritjes? Besoj që kanë qenë gjithë, sidomos pjesa për me jep edukatë dhe për me mësu tjertë dhe për me mësu diçka ma pozitive. Gjithë e kom pas qef edhe kom studiu edhe komunikimin sa kom jetu në Danimarkë edhe në Gjermani. Pra që kjo është fusha jeme, sidomos në shkrem jam shumë ma e mirë se sa kur flasë. Po kom qef që ashtu ma shumë me tregu sanet që për mu janë të vleshme, edhe që besoj që edhe për shumë tjerë mëjnë mu identifiku me qëtë sene si audiencë, po që ajo s'ka ndryshu. Në patanis në ashtaj ka 8 vjetë që rrethi jam, kur ka pas dhe shka lidhje me Kosovën, me historinë tonë, unë kam pytë mu, unë kam thirë, Arion, që shë që kjo, që shkën që kjo, që është historia këto, që ka ndodhë. Gjithë kërë nga konë me një grupë, gjithë unë jëmë konë ajo që jo ka tregu historinë. Të në padin ideja në fillim i pa ta bolë veç do infographs në Instagram, të tregu sen kështu shumë shkurë, si një PowerPoint prezentim. Të në kërë janisi kjo koha e videove, reelsat në Instagram fillimisht, janisa me menu pak, po së kom pas guzimin, se s'kom dosh me dollë para kamerës, jam shumë shkrimtare, më thonë, copywriter në profesionin tim, edhe shumë kam qep me shkrujt. Edhe më ka shumë e zashme që kjo me folë edhe me bo një video edhe me dollë që është në kamerë, kërë janisi të një pandemija edhe koha TikTok-u, të bo shumë alet, se po shikit janisën me folë për tema ma nish, ma diçka që nuk u folë për para në Instagram për shemëll, edhe për para u kam vërtet që ashtu që ma shumë ki mujtë më folë për sport, ose për fashion, ose për grim, ose për këtu sene, po të në kërënisë që ajo koha e mora gudzimin, e pa ta bu një video, të në që ajo ka marë shumë klikime për një herë, më duke nëjë 600.000 dhe shka o pa të në që për mu konë shok atëherë, se
janë shumë. Për një vetë hera... Mos në fillim kur je, janë edhe tash e lere më në fillim. Po, e tani e mora gozimin bona ma shumë, edhe që po mëj edhe mi shkruj që ato sene dhe mi kujtu tani, e tani me bo vetën. Po, apet nuk bëj shumë vetë. Kam qef me bo, andër e kam me bo një herë një javë, si një influencere vërtet, që shi bën, ose i bojnë ka 5 një javë, po të pak të një herë një javë, po ma shumë kam qef më kone sakt në vetë, edhe me full diçka që për në me duhet me full, edhe që ka vlerë, se sa vish me produ content. Po gjithmoni kum pas qef këto kompeticionet që janë garuse, edhe rastisht në rrjetin social në Instagram, më doli, si tu e mendu edhe më doli një postim që kishin me mbajt audicionet e Albanian's Got Talent edhe në Prishtinë. Edhe pash atë edhe vendosa me shku, e zgjeda një këngë gjatë të vështirë për me këndu atë, edhe kur shkova atë ishin qenë atë ekipa e Albanian's Got Talent, që ishin drejtoria artistik, producenti e të tjerë, edhe atë ata vendosën, edhe kur i mbajta atë, ata u ndonë shumë të knoqër me mu. Cilën këngë ke zgjedhë shumë të shtirë që e përmanë? Është Love in the Dark. Adele, anglisht, po. Anglisht edhe e këndova edhe u mahnitën ata pëthuajse edhe ata më thanë që 90% ti do t'jesh në Tiranë bashkë me ne. Edhe pastaj më njoftuan, më treguan krejt, kur shkova atje zgjedha apet një këngë tjetër, ku s'pare ku më performu It's a Man's World, që është anglisht, ku atë publiku edhe juria, sidomos më ndonë shumë të knoqër me performimin tim, pasi që e panë që kam një zë shumë të mirë, më sfiduan edhe me një këngë patriotike që është Hajredin Pasha, për shkak se mbas tjetër që Adelina është edhe nga Prishtina, gjithmonë e kanë, dhe me thonë, dëshirojnë atë këngën shqiptare. Edhe publiku u ndje shumë mirë edhe po besoj që ku me arrit sa më lartë, po edhe nëse s'më rrit diçka, me rëndësi është edhe pjesë marrja. Po, me sfidu vetën, me pa deri ku mundesh me shku, qysh është me marrë pjesë në përgara, jo gjithë shka me qenë dështë krejt letë gjatë karierës. Qysh ishin emocionet në gara, sepse përmende që ndoshta ke qef me sfidu vetën, mirë po kur je ato ka emocionet përzine, edhe nuk e den kur qysh mundet me shku, qysh është e për ty? Emocioni ka shumë, për shkak se ato është një kompeticion nga Rusë që është këgja i madhë, ka një konkurencë shumë të madhe, për shkak se ato ka edhe, do me thonë, talente të ndryshme, jo vetëm që merren me muzikë, po edhe talente që bëjnë kërcime, për shumë matematicianët të tjerë, edhe gjithmonë e ku mendu që nashta normal, s'ku me kanaj që ka me qenë maj mirë, po besoj që publiku edhe njerëzit që më kam po me ditë që unë e këndoj mirë edhe që ku me vazhdu sa ma shumë në të ardhme me u merë. Emocionet kanë qenë të mëdha, si që përmenda, po ku më ditë me menagju disi, po. Tash që shkon faza? Është faza e parë u kry, do me thonë, ato kanë qenë si audicione, do me thonë, që janë shprej para publikut. Po tash është gjysmë finalja. Në gjysmë finale janë 2 faza ku njëherë zgjidhen 4, po pastaj në brenda asaj gjysmë finale do të zgjidhen vetëm 2 për me shku në finale. Krejtësisht janë 4 gjysmë finale, edhe janë 7 net që bëhen, do me thonë, audicione. Pastaj është finalja e madhe. A jetu përgadit? Po, jem tu përgadit. Qysh janë të shku përgaditjet edhe gjithë shka tjetër? Përgaditjet janë të shku mirë. Do me thonë, e kom një pjesë shumë të madhe që jam edhe në shkollën e muzikës dhe ato po më dimën shumë që me zhjetë diçka sa ma të mirë edhe që me dalun e sa ma mirë ato që me performu. Që ditën ku me ushtru edhe që ato që kime u paraqita atje. A ke vendosë qëfar kënge, ose qysh kime u prezentu në gjysmë finale? I kemi disa opcione, po ashtu bashkë sakt, hala nuk kemi përsaktu në njo. Po. Kur janë gjysmë finalet? Kur e ke paraqitjen e radhës? Gjysmë finale janë nuk u përsaktu hala, kanë bejt me nga të regu, po besoj që nuk pe di ashtu sakt. Po. Po besoj që shpejt kështu. Po, normal. Mirë shumë. është gara e parë që jetu e sfidu vetën, apo ke marrë pjesë dhe ma herë dikun tjetër, ose që janë planet e tua, mandej? Është gara e parë, po nuk besoj që kam e qenë e fundit se gjithmonë të thash që i kum pas qef këtu, besoj që ku me marrë shumë pjesë edhe në për festivalet ndryshme, do me thonë që kanë kompeticione, kështu garuse, për me sfidu vetën.
Ildeji, tu menu që me u fut kështu fuqishëm në industri, me bo ndonjë këngë, me ndonjë videoklip, ose qysh janë planet e tua, qysh është atë ardhmën tonë dhe në muzikë? Po, e ku mendu këtë pjesë, besoj që vitin tjetër do ta kem edhe këngën time të parë, ku atë besoj që do t'i, me thonë, fuqishëm, ku do t'i kem edhe disa bashkëpunëtor, si për shembull që tek 4 coverët e mi që i kam të postuar edhe në YouTube, atë kam qenë producent, e kam pas producent edhe Florent Boshnjakun, që është një ndër producentët pothuajse më të mirë shqiptar. Edhe besoj që gjithmonë, edhe kur punën me bashkëpunëtor shumë të mirë, gjithmonë del diçka e mirë, edhe besoj që pëlqet nga publiku, po besoj që ka me qenë diçka shumë e mirë që kanë me pëlqy publiku, edhe mendoj që ndoshta futem në industri. Po besoj edhe uroj që po. A mendove që ka po këndojnë analizam pak patriotike tjetër në studio? As mendove se kem të folë, ku me pas ku me mendu? Në një që e ki ndoshta edhe në TikTok, që një qka të shkurt. Okej, të këndoj Hajre din Pashën. Okej, hajde po të ndëgjojmë. Hajre din Pasha, o po i vjen ora di, i kësë valo ku jano këto malet e di. I brësë valo ku jano këto malet e di. Brësë valo ku jano këto malet e di. I brësë bajno ku vendo mornat fugjori. I cësë bajno ku vendo mornat fugjori. Tregom atë ka ndonë ndonjëherë ndonjë moment interesant, kështu ose ndonjë moment sharak që ti e ndonë ose tash njerë si kleqat ka ndodhë, qoftë me zonin, qoftë kështu ndonjë incident ose diçka tillë në karrierën tonë, në ndonjë dasëm, në ndonjë nej ose diçka tillë. Po, s'pëdi. Tash një që po më kujtohet pak ma vonë me një zojnë ndëru me ndasëm aty dhe ma kishpa dërgu urimin, adin edhe mi kishpa lonë bakshishin për urim. Edhe ka njerë ndodhë që e harran letën ose e hup letën, e shtin gjep dikon edhe ki fokusin të atmosfera. Edhe po kryet dasma aty edhe vish kur po më vjen tani dikur. Ka fundi, na tu i mbledh, veç se tu i mbledh kablat e tje në fund. Edhe tha bre urimit s'ma lexove heq. E bakshishin e more, a? Bakshishin e more, tha, që është kështu. Thash të kërkoj falje, thash ashtë mundësia me ta kthyune qatë bakshish. Po ja, tha, nuk ka problem. Kështu që meti pak kështu të dasmat e fundit, ati që harroa një urim. I kërkova falje, diçka tjetër s'mujta. Po, sigurisht që po. Po, kam qenë mes aktrimit edhe mes gazetaris. Po, a me tregu, një profesor në shkollë fillore më pa të thonë që katonart nuk i lojnë në teatr. Edhe nuk e pa ta zjedhë. Kur kam taku tani aktor në televizion, më thëshin bashkë katonart din me aktru edhe jënë pjesë të teatrit. Po në gjithë mund tani me mendimin që katonarë si pranojnë në teatr, kam shku në gazetari ku ka full katonarë. Po nuk e di, ata këngëtarët e vjetër, tash ti po i ndjekun, interesant është puna, na kem qef shtrajt, atin. Po, unë për shembull e di që e ka një çmim po 6 dasma, 6-7 euro, nuk mendoj që e arshitojnë qatë çmim. Edhe ka nis pak njerëzit më vedisu, po shkojnë pak të këngëtarët e ri, çmimi është pak ma i ulët edhe është energjia pak më e madhe, sa ta jenë lodhë, çdo ditë, çdo natë. S'kanë më fuqinë që kanë këngëtarët e ri, nuk e kanë edhe atë vullnetin, edhe pak më duket që kursejen pak ashtu. Unë po flas për veten, si këngëtar i ri, unë e hapi 100%, si thojnë atomin e fundit që me shku gjithçka në rregull. A bëm pauza, Argjan, ç'ke ju intereson jashtë ndosma, se për këngëtarët e vjetër ankohen që bojnë shumë pauza. Që bojnë shumë pauza. Edhe unë veç janë që vallëzojnë në skop. Kur e shoh që për shembull lodhen ka prej dasmorëve. Po, veç atmosfera e dasmorëve, veç ajo ndihmes. Po. Ajo është vullneti më i madh që me vazhdu edhe thuaj edhe pa pushim hiç. Është një nanë në Glogjan, një flamur kujti me mban, 100 vjet një ditë e pret, për Kosovë rriti djemt e vet.
Vin të fala në prekas, thode qoni u krybac, në flamur është gjaku jem, zemrën homs e shpirtin adem. Jam drenit, jam dugagjin, vetëm gjyrat e flamurit bukur mrin. Emri jem është i lasht, unë gjithmon i ri, zemra jem është Kosovë, e shpirti Shqipnin. Faleminderit shumë Elina, e keni zë shumë bukur edhe shumë të lezetshëm. Shumë faleminderit që këndove për ne sot.